Tash agjerimi çdo punë në fe, në islam, që bëhet mas saj pason shpërblimi. Për shembull, ai që falet, ai që jep sadaka, ai që jep vitrat në Ramazan, ai që shkon në haxh i ka krejt shpërblimin. Agjerimi, çfarë shpërblimi ka? Shëndetin. Ja. Ja, hajde. Për pas shëndetit, Po? ajo kuptohet. Po? Po, kjo është me hadith kutsi. Hadith kutsi do me thonë që Zoti i flet pejgamberit direkt. Edhe pejgamberi alayhis salam e ka trasu këtë thonje. Thot, çdo punë e birit të Ademit, që llogaritmi në, që jemi të partë. Thot, është për veten e tij çdo punë, kurse agjerimi thot është vetëm për Zotin, edhe Zoti din se si ta shpërblen njeriu. Nuk ka të bëj kjo me namazet tona ditore, nuk ka të bëj me sadakat, nuk ka të bëj me ndihmesin që ja bojmë njerëzve kështu me radhë, por agjerimi është në specifik në vete që Zoti i alen Zotit në dorë edhe ai shpërblen. Do me thonë, vetëm na për Zotin po agjerojmë. Vetëm për Zotin. Nuk agjerojmë as për ato që ka thash as për prind, as për bashort, as për fëmijë, as për... Do me thonë, agjeron vetëm për hir të Zotit. Për shkak që kemi edhe një shpërblim andej. Po.